një gjuhë e cila nuk është as pak gjuhë demokratike, një gjuhë toleruese, një gjuhë e cila i ofron mundësinë qytetarit që të zgjedh më të mirën cilën qytetari beson që mund të përfasojë interesat e tij brenda institucioneve të vendit. Por kemi një gjuhë nga një anë e kemi gjuhën cilën e përdor vazhdimisht divizjave të vendosje, është linçuese nëse nuk je me mu, je me listën serbe, kurse nga ana tjetër e kemi gjuhën tjetër, konfliktin tjetër të partive opozitare që është po ashtu në të njëjtin nivel gjuhë. Kemi një gjuhë, një sulm, një atak qoftë ndaj figurat caktuar të atyre cilët garojnë në zgjedhje apo figurave caktuar të partive politike, gjë që shfrytëzim të personaliteteve ose fëmijëve të personaliteteve historike cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e shtetit dhe në pavarësinë e vendit, dhe manipulim dhe propagandë zgjedhore e cila po përdoret në gjitha format, sidomos në rrjetet sociale, këto gjuhë demigruese përdoren. Edhe gjithë fushata në fakt është përqendruar në rrjetet sociale, zotrin Recaj, pak më ashtu siç edhe po e shohim. Pajtoheni me këtë? Natyrisht, kjo është problemi, se kjo është forma. Se edhe kjo gjuhë është pjesë e fushatës. Metoda e re e shfrytëzimit të fushatës